Në fazën që shumë prej personave në industri të ndryshme janë pa punë, sepse inteligjenca artificiale i ka hequr nga puna. Po mirë, nuk duhen këta njerëz të tjerë që të kujdesen për inteligjencën artificiale se mos çmendet? Po pikërisht. Çmendën njerëzit më burr. Kjo është e para, pastaj po njerëzit s'kan qenë njerëz të paçmendur o vlla. Po dakord, po çmenden më keq dhe çmenden me instrumente të fuqishme në duar, se kur ti çmendesh dhe ke një agaçe në dorë, hajde se përruajmë, po kur ke bombën atomike. Për futbollin para 50 vjet, 70 vjet. Ke butonin e kuq, bombës atomike në dorë dhe je çmendur, kjo është lufta me inteligjencën artificiale do të jetë luftë e humbur, por do duhet të jetë graduale, pra duhet të bindemi se çfarë po na vjen. I bën njerëzit të vrasin njëri tjetrin. Edhe pa pasur asgjë njerëzit janë vrarë, është niveli ndërgjegje. Domethënë teknologjia, njerëzit më parë janë vrarë me gur, pastaj filluan. Nëse një budalla ka një sopat në dorë, prapë është e rrezikshme. Nëse ka një kompjuter në dorë, prapë është e rrezikshme. Ai budallaj me sopat në dorë, ka mundësi të vrasin një dhe dalin 10 mënshra rrethojnë dhe ja marrin sopatën. Ose ky budallaj, ka disa budallaj sot që ka një buton kuq në dorë dhe ai mund të. Një pjesë e këtyre njerëzve, në këtë epokë, një pjesë e këtyre njerëzve nuk do të njerëzit një sekondë. Ajo çfarë po ndodh sot? Sot jemi në prag të një lufte të re botërore. Për shkak se janë çmendur ata që janë. Duket se njerëzit s'e kanë kuptuar akoma që nesër pas nesër, jo disa profesione, po të gjithë profesionet do zëvendësohen nga robotët. Jo të gjithë. Atëherë jam duke thënë që do